Ne mësojmë se profetët e kishin një mision, e ai mision ishte thirrja në rrugën e Allahut, nxjerrja e njerëzve nga errësirat e ndryshme në dritën dhe fuqinë e besimit. Nxjerrja e njerëzve nga mendimi dhe pretendimi se jemi pjesë të kësaj bote dhe se nuk do të ringjallemi pas vdekjes, në mendimin se ne këtu jemi udhëtar, kalimtar rasti, e në fakt ne do të ringjallemi dhe do të dalim para Allahut xhalla xhelaluhu, jo vetëm për të thënë atë që e njohim dhe e themi si shpreh për të dhënë llogari, po se por do të japim llogari, por do të shpërblehemi disa në xhennet e disa në xhehenem. E i bie pra se ne në një mënyrë ose tjetër e kuptojmë se misioni i ardhes tonë në këtë botë nuk është për të jetuar këtu, për ta bërë jetën sa më të mirë dhe të lumtur, sepse jeta jonë sa do të jetë e mirë dhe e lumtur, problemi i saj është se ka përfundim dhe ka vdekje. Vdekja është ajo që t'i shkatron kënaqësitë, vdekja është ajo që të lë pa me gojë hapur, ndoshta edhe në momentet më të mira të arritjeve të caktuara në shumë fusha, në shumë drejtime, pra atëherë kur kem potencial për të jetuar, atëherë kur kem shëndet për të jetuar, atëherë kur i bëjmë punë të mirë, kem pak pasuri para vetes, atëherë kur kemi edhe pozitë shoqërore fillimisht, edhe pozitë politike, juridike, atëherë kur na duket se forca është me ne dhe kemi mbrojtje edhe mbrojtje edhe të jashtme, edhe të brendshme. Atëherë kur na duket se kemi një familje të konsoliduar dhe të mirëfillt. Pra kur gjithherë na duket kjo se është kështu duke ndodhur, ne do të dimë se gjitha këto mund të na shkatroj ajo që është vdekje që vjen e papritshme, që nuk e dim dhe që të gjithë do ta shijojmë. E pastaj jeta nga këto që i përmenda prej mirësive dhe përparësive mund të shndërrohet në ferr, në varr, në zjarr, mund të shndërrohet në sëmundje, mund të shndërrohet në tmerr, pra që njerëzit pastaj të mos kenë më as pak ambicie për të jetuar, ose të ndryshe më shumë e duan ndoshta vdekjen se sa e duan jetën. Më shumë ju duket se dalja nga kjo botë është vetë lumturia, se sa të jetuarit me po gjitha ato kushtet që i kishin më herët. Kur këta njerëzit pra mund të sprovohen, Allahu xhalla xhelaluhu dërgoi pejgamber që të tërheq vërejtjen e njerëzve, që ata janë beshiren wa nadhiran, ata janë edhe myshdhëdhënës edhe qortues. Profetët kanë ardhur për të dhënë si harriç për vepërmirët, për ata që fokus të tyre e kanë botën e ahiretit, jo dynjan, por janë edhe qortues. Pra qortues ndaj kujt, ndaj atyre që për hatër të dynjas e humbin ahiretin. Pra thjesht janë me këto dy detyra që të na motivojnë kur jemi duke bërë punë të mira, e të na tregojnë se jemi duke gabuar atëherë kur gabojmë dhe bëjmë punë të këqija.